Stine bën gati valigjet, banorët në gjendje shoku. Një skenë demi për filma thriller ka ndodhur brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku protagonisti kryesor, Stine, ka vënë në lëvizje të gjithë banorët në një situatë që desh përfundoi në një largim tronditës. Pas një paralajmërim, këngëtari i njohur ka mbledhur sendet e tij personale dhe me valigjen gati, është drejtuar me hap të sigurt drejt derës së madhe. Po largohem nga gara. Ky moment ka shkaktuar një kaos të vërtet, ku konkurrentët e tjerë, të përfshirë nga paniku, kanë vrapuar pas tij për ta bllokuar. Mes dëshpërimit dhe lutjeve, shtëpia u kthye në një arenë emocionesh të forta. Disa banorë shpërthyen në lot, ndërsa të tjerë tentuan ta bindnin me argumente se ishte ende herët për të dorëzuar armët. Tensioni arriti kulmin kur të gjithë mblodhën prandaljes, duke u përpjekur të kuptonin se çfarë shtyu artistin drejt këtij vendimi drastik. E vërteta që qetësoi gjakrat. Kur situata ishte në prag të një krize kolektive, Stine ka ndryshuar totalisht shprehinë e fytyrës, duke zbuluar se gjithë skena ishte një shaka e mirëmenduar. Edhe pse ishte vetëm një reng, kjo lëvizje e Stines dëshmoi sa shumë peshon figura e tij brenda shtëpisë. Mënyrën se si ai di të testojë emocionet e kundërshtarëve. Një mënyrë për të thyer monotoninë dhe për të tërhequr vëmendjen e kamerave. Ky moment mbetet një nga shakat më të rënda dhe më të diskutuara të këtij sezoni, duke treguar se në Big Brother asgjë nuk është ashtu siç duket në shikim të parë.